thjesht është përfaqe e kësaj dhe kjo natyrisht që i humb autoritetin para zgjedhësve, para njerëzve të cilët e kanë menduar si njeri të aftë ose si patriote ose e tjerë, gjë që kjo tregon krejt të kundërtën. Një president i një vendi të vogël e të varfër siç është Kosova do duhet të kishte agjendat në majë të gjuhës, kërkesat të cilat ai sekretari do duhet përgjigjej me po ose jo, por jo vinte në pozitë që ta pyeste se çfarë mund të bëj për ju. Mirë, ishte edhe një bisedë që ajo ndoshta do donte e deshit ta ndante me publikun për të treguar domethënë që kam bërë për qytetarët dhe vijoj të bëj nga këndvështrimi tjetër. Gjithsesi, zoti Spahiu, nga një vështrim i mbylljes së fushatës me mitingje kryesore, cili ishte fokusi i partive, ai i garës me programe apo ai i akuzave të ndërsjellta dhe i krizës institucionale në Kosovë? Si e keni parë ju?